nuk është faji nga ana e Maqedonisë Veriut, por edhe përgjigjen e fundit që kemi marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila është dhe një përgjigje jashtëzakonisht mund të theme banale, ku thuhet se nuk kalon kufiri, nuk mund të hapet ky vend kalim kufitar sepse po kalon në Miratoc në për vendbanim. Gjë që është e palogjikshme sepse dhe kufiri tek dheu i bardhë kalon në për Konçole, në për Luçan, ose dhe gjithkund tjetër. Qoftë edhe në Karadak, në pikën tjetër kufitare të Depcës, edhe kalon në për vendbanim në fshatin Depce. Dhe në Muqibab, do me thënë, nga ana e Kosovës, dhe vendbanimi tjetër Depcë nga ana e Preshevës. Përgjigja ishte jo serioze, as pak nuk përkon me realitetin, por më parë, jalinin fajin anës Maqedonisë dhe me kërkesat tona të vazhdueshme, pyetjet e vazhdueshme, qoftë në institucionet Republikës Maqedonisë Veriut, qoftë drejtuar institucioneve në Serbi, dhe më në fund e morën përgjigje dhe e pranuan që faji është tek ta dhe nuk e hapin ata.